Kompania Air Albania, e krijuar si simboli i bashkëpunimit strategjik mes Shqipërisë dhe Turqisë, është përfshirë në një hetim ndërkombëtar për mashtrim financiar dhe pengmbajtje të avionëve. Burimet të sigurta për pamfletin konfirmojnë se kompania amerikane Get Aircraft and Engine Leasing Limited me selin në Florida ka depozituar një kallëzim penal në SPAK kundër ortakëve të Air Albania. Përfshirë Sinan Idrizin dhe dy ortakë turq të Turkish Airlines, Sinan Dilek dhe Sinan Ishik. Sipas dokumenteve të depozituara, amerikanët akuzojnë Air Albanian për mos respektim të kontratës së qirasë së dy avionëve pasagjerësh të tipit A320-200, të cilët janë përdorur në mënyrë të paligjshme dhe pas skadimit marrëveshjes. Avionët me numra regjistrimi ZAASM 3676 dhe ZAMMK 4934 të marrë me qira në vitin 2023 nuk janë paguar për periudhën janar-mars 2025, çka përbën shkelje të rëndë kontraktuale. Pasi kompania amerikane njoftoi prishjen e kontratës dhe kërkoi kthimin e avionëve, Sinan Idrizi dhe ortaku i ri Sinan Ishik jo vetëm që nuk i dorëzuan, por i mbajtën peng dhe vazhduan t'i shfrytëzojnë për fluturime tregtare, duke mos paguar as detyrimet në Eurocontrol. Më keq akoma, për të shmangur sekuestrimin, avionët janë parkuar në aeroportin e Stambollit që prej 6 gushtit 2025 në mbrojtjen e Turkish Airlines, e cila zotron 49% të aksioneve të kompanisë shqiptare. Në kallëzimin e saj, kompania amerikane ka përfshirë edhe një akt paditë civile dhe penale të regjistruar më 1 gusht 2025 në gjykatën britanike, ku kërkon dëmshpërblim për mashtrim kontraktual dhe shkelje të qëllimshme të detyrimeve financiare, pengmbajtje të avionëve dhe shfrytëzim të tyre pa kontratë dhe përdorim të logove e certifikatave të fluturimit në mënyrë të paligjshme nga Air Albania. Burime pranë SPAK-ut pohojnë se kërkesa është regjistruar, por ende nuk është bërë publike, për shkak se hetimi përfshin dhe përfaqësues të Alp Control, që është ortake me 10% në Air Albania në emër të shtetit shqiptar. Nëse hetimi hapet, për herë të parë, SPAK do të detyrohet të hetojë një kompani të lidhur drejt për drejt me qeverinë dhe kryeministrin Rama, i cili personalisht ka firmosur vendimin për krijimin e saj në vitin 2019. Sipas burimeve të pamfletit, Air Albania nuk ka dorëzuar asnjë bilanc financiar të plotë që prej fillimit të aktivitetit, nuk ka paguar tatim mbi fitimin dhe nuk ka arkëtuar 10% të fitimeve që i takojnë shtetit si ortak. Një pjesë e madhe e fluturimeve janë kryer për transport qeveritar dhe charter personal të Edi Ramës, me avionin që kompania amerikane kërkon sot si pronë të vet. Faktet përbëjnë një skandal të trefisht, mashtrim ndaj një kompanie amerikane, abuzim me pronë të huaj dhe fshehje të fitimeve që i takojnë shtetit shqiptar. Nëse SPAK nuk reagon, kjo do të jetë dëshmia përfundimtare se reforma në drejtësi nuk prek më qeverinë, por shërben për të mbrojtur interesat ekonomike të kryeministrit përmes kompanive që ai vetë i ka krijuar. Air Albania po shndërrohet kështu në simbolin e korrupsionit të qeverisë Rama, një kompani që fluturon me flamurin shqiptar por me borxhe të huaja, avion të mbajtur peng dhe bilance të fshehura. Tani që një kompani amerikane ka hapur dosje në SPAK dhe në gjykatat britanike, çështja nuk është më në dorën e propagandës, ose SPAK do të hetojë Ramën ose do të pranojë publikisht se është në urdhrat e tij.